Është një fakt që nga Shqipëria kanë ikur 1,5 milion. Problemi është që gjithë janë demokratë. Kanë ikur demokratët nga Shqipëria. Vota opozitare, kërësisht ato që kanë ikur. Dakord, okej. Qofse dikush kënaqet me këtë qeveri që ndron në Shqipëri. Po ç'ke me pse çuditesh ku? Ja, po e thot për vete. Ai që ndron Shqipërisë është i kënaqur me këtë qeveri. Nuk çuditem më jo, po dëgjoj. Këto kohë Po dëgjoj, por jam betuar sot të ruaj qetësi absolute. Për më ndryn, të le logon shqetësinë edhe ndërkohë të le ty të flasësh, edhe mbrojt argumente. të mbarosh ti pa fol fare unë s'jam të e framendjen shumë. Fare. Në qoftë se do më lini të flas. Fjala për Meçen. Në qoftë se s'do më lini, vazhdoni flisni. Fjala për Ne Meçen. dim luftarakër burr tani, mos na bëj kështu tani. Për ju zoti Sharri. Po. Së dyti, Pra 1,5 milion po thua, kjo është që nuk ka demokrat më. s'ka më demokrat Shqipëria. E dyta, gjithë qeveria është nga spaku në Po, në hetim. Edhe në burg. protestën po e thret një person i cili është armiku numër 1 i spakut dhe godet qeverinë në emër spakut. Është person i cili është i penalizuar nga spaku. Një protestë do të thrasësh, të kesh moral, të ofrosh shpresë, të kesh moral ti njerë. Si mundet qytetari i Republikës Shqipërisë, opozitar, të vini një protestë kundër qeverisë, e cila po goditet nga spaku, dhe të thritur nga një person i cili nuk le gjë pa thënë për spakun. A kuptoni që njerëzit vlerësojnë moralin? Në qoftë se ne diskutojmë për qeverinë, po, ka rënë morali. Por problemi është që ai që po i thret, i ka rënë morali. Dhe tani qytetarët po ballafaqojnë dy morale. Dhe thonë morali i këtij antimoralistit është kaq poshtë sa qorë më mirë po mbajmë këtë që kemi në borë. Qartë. Kështu thonë tiranësit. Dhe këtë duhet kuptojmë ne tani. Sali Berisha sot mblodhi protestën. Sikur të mos ishin dhe aleatët në shesh të Adriat Llapës, protesta do ishte me 50 veta. Sepse 50 ishin gazetar, 70 ishin policë. Po thua për sot? Sot po sot. Tani, si mundesh mos zotni të vazhdosh një skem që ti e shef që e ke dështuar? E ke dështuar, më zotri. Po bën qesharak, më zotri. Dhe tani thua, më 22 është dita vendimtare. Po sa herë kam dëgjuar këtë dita vendimtare, dhe mbas kalon dita vendimtare dhe me zim mbledh 500 veta atje, thua, shkaku kryesor është populli i ka ikur shpirti i revoltës. Po, zotni. I ka ikur shpirti i revoltës. Vendimtarët do na bashkohen tha, rrugë gjatë. Shive tani, shpirti i revoltës ka ikur sepse ti që po i thret, nuk je shpirt frymëzues. Ti je një kufom, nuk të vete njëri bas kufomës. Mëtej, populli i Tiranës ka ikur. O zotni, unë shoh këtu që janë 165.000 opozitarë që kanë votuar 11 janar për Partinë Demokratike. Vetë janarin e 11 maj. Dhe po shoh që janë rreth 30.000 veta në Tiranë, në qytetin e Tiranës që ka votuar Partinë Demokratike. Që kanë këtu, më zotni, që kanë këtu. E ne themi, po jo, kanë ikur. Nuk vjen po. Themi pastaj pjesën tjetër. Rënjet popullsisë me qetëni. Sot se s'vin ta që të votuan, ata që kanë votuar. Qartë. Kanë ardhur nga jashtë, kanë votuar janë këtu. Qartë, po e vazhdoj. E gjeti. Tani çdo. Respekt. Po pash ato buzë të tëra kur i dhot që Partia Demokratike po i thithë këtu. Dhe ata që përtonin, ndejnë atje dhe votun Partinë Socialiste. Ata që ishin të flak Partinë më erdhën me vrap këtu dhe nxorën 30% Partinë Demokratike. Ata që nuk votonin, ndejnë atje dhe nxorën 90% Partinë Socialiste. Po se pëse i shkoj atje, mo? Po i shkoj, përndaj pra. Po PD-ja nuk vajti atje, vë i shpuri ato buzët i solli këtu. E merve shti, sa luftarake ishte PD-ja. Nuk vajti atje, po i shpuri ato buzët dhe i thaj, disi punë, hajde votoni, dhe ata erdhën. Dhe nga 4.000 veta që ishin Tiranë, vajtën 30.000 veta falë këtyra ato buzëve. Falë këtyra ato buzëve, buri dhe, që solli Partia Demokratike. Jo, vinë me lekë të veta, mo demokratët e votojnë. Qartë, e kupton, qartë, përsëri po vazhdojmë, erdhën me lekë të veta. Me lekë të veta këna. Po, qartë, ka argument. Socializë i kanë shku atje. Qartë. A i mori sakrificën e madhe, që të mirë të makinën, të vindë të voton të tikte.
procedura e votimit është shumë e thjeshtë. Vinte zarfi në shtëpi, to e sille. Mëtej, nuk është faji i Tauland Ballës që organizoi këtë punë, që vajti atje. Është faji i... Me karrotë supermarketi. është faji, jo. Dakor me supermarketet. E ke pa atë karrotë me fletë votim. Qartë më qartë. Është faji i Josefinës që tha unë do ta drejtoj opozitën në botë nga Tirana. është strategji është edhe kjo. Tani, pse ti thua që orë dolin teren ai? Në fundit politika kjo është, dilin teren. Qa po kërkon Berisha tani? Dilin teren, thot. Vazhdojmë tutje. Dakord. Dile manipulohë. Doli shkatroj agjensin më të madhe, shkatroj... Ja qoj... Po ja gjithë të fakte që ti përdorni ju, E griu dëllën, e griu. Dhe shbërgja hapë më babi. U botë është me bukra fare tani, me bukra. Rama ka ble shpinë e bardh, po merremi me dëllëra në tani. Dhe që kërë ma bet kot. Jo shpinë e bardh, jo, prit. Bleu ose behen tani. Kosin e ka bo, Kosin atë ministrën e ka bo. Brodi gjithë bashkinë evropiani. Ishte njësë procedim penal në Serbia. Procedurën e privatizimit të asetave të ushtrisë. Gjithë Komisioni Evropian, Rama i futin tavë. Nuk diskutojnë ata të Trumpis, ata i morja i. I ka me Sorosin të BE-s, kurse atje i ka dhënë Sazanin ka ble Trump. Nuk është e Soros si Meloni tani, më Jo, atje shumica. Ka zjedhe në sarkazm. Tani vim të ajo që është të kthehemi në teren tani. Saliani bëri 2 lëvizje në teren. Dhe ishin ata njerëz të cilët i vajtën. Ata janë Partisë Demokratike. Kur të bëhen zgjedhjet, Po ti marrë Saliani të sillnin shesha ata në datë 22. Jo. Kur të bëhen zgjedhjet Partisë Demokratike, këta njerëz nuk dojnë lista. Sepse ju nuk e dini se funksionon Partia Demokratike. Ju perceptoni që Partia Demokratike është një strukturë që fjala e atij që është poshtë vetëve i erë sipër. Partia Demokratike zotni që më 14 shkurt, po e them, të vitit 1991 Po pra, u kthye në një parti që kishte eskortën e parë kryesin e vogël, kishte eskortën e dytë më të besuarit Berishës kryesi e madhe, pastaj kishi këshilli kombëtar që emëronte Sali Berisha, se ku ka pas gjetur ndonjë PD, dhe të guxoj njeri të arrijë dhe të bëj lëvizje demokratike për të prishur këtë strukturë që tashmë të gjithë ta që dalin teren. Qa bëri doktori? Doktori bëri 3 lëvizje, ta them unë si u bëra. Ta bone marrëveshje me ta them unë. Ju më shkrini fare ju që keni qenë deputet, keni marrë poster nga Partia Demokratike, vini këtu dhe bëni ple Partia Demokratike për nga zgjedhjet, për nga organizimi, për nga mënyra se si bën seleksionimin. Nuk e di se si një seleksionu ju ka marrë përëndia. Tu duhet më u përgjigj. Nuk ka zënë, jo. Ja të ka zënë. Çuditshme shumë. Jo. Mirë ta thasi. Partia Demokratike u kap nga Sali Berisha në atë kohë. Dhe ju e keni të qartë gjitha televizje. Mi më të zgjodhi PD-ja apo nuk të zgjodhi PD-ja? Atë do them. Me qëse hape do them unë se. Berisha. E ktheve në çështje personale. PD-ja apo kush të zgjodhi? E ktheve në çështje personale. Jo personale, jo, jam duke marrë me atë, se nuk je vetëm ti. Janë disa të tillë që kanë bërë karrierë në PD, janë përgdhelur nga PD, e të gjitha, dhe vinë tu tani dhe ati se na duket vetë janë nga që s'kan post në PD ja dhe i bien. Na duket sikur jemi duke bërë në mëkat më vllaç. Mirë. Me qenë se i artikulove gjitha qëndrime, do të di si jam zgjedhur unë. Që ta marrësh vesh. Po vazhdo. Po. Sali Berisha e mori partinë atëherë. Okej. Po mori kryesinë e partisë, mori këshillin kombëtar, dhe nuk mori atë pjesë quaj për zgjedhje se s'kishte kohë. Nuk kishte më kohë zotni. Dhe unë isha i larguar nga Partia Demokratike që s'do dishti. Kisha dhënë dorëheqjen. Dhe di pse kisha dhënë dorëheqjen? Sepse bëra organizimin e mitingut të parë, u kam qenë kryetari i parë i Forumit Rinor Partisë, unë e bëra Forumin Rinor. Dhe bëra mitingun e parë qytet studentit ku u thirrë Enver Hitler. Kur u thirrë Enver Hitler të nesër me më tharasin dhe thonë ç'ish ky muhabet. I thashë, nuk kam bërë naftën dhe ika unë. Ika! Më kanë erdhë, më kanë marrë, kanë thënë, Ben, në Pogradec, duhet në vesh ti, sepse kemi nevojë. Dhe më ka shpën Pogradec, jo për deputet që të dishti, për organizu Partinë Demokratike. Dhe është ngritur Partia Demokratike Pogradecit, ku unë kam qënë me Marieta Ilën kandidate,
Konkurencë, dhe është votuar, emër me emër. Pra, se dalë për i votës e Pas ka lejuar një doktori votë Ti pas ka ardhë direkt nga qyteti studenti, te kanë marrë, te kanë qu, te kanë identifikuar Pas ka pas meritokraci. si i zotin te kanë quar në programin shumë lartë. Kjo është si e do ti, po Arben Meqaj dhe fiksojni tani. Si që theti? Nuk ka qenë Sali Berisha themeluesi i Partisë Demokratike. Tani, do shtyemi dhe njërë një histori. Një minut tani, a mund të avë shpje dhe në fund. 3 lafe kam. Po se na umbet ko me këto më Ka qenë Komision Nismëtar i Partisë Demokratike. Unë kam qenë Komision Nismëtar i Partisë Demokratike. Po, më do e dim të gjithë. Dhe si, po se sumor nga qenë studentit pra. Po tani do kthehemi këtu apo do rrim 35 vjet mbrapa? E bëm mirë këtë bisedë. Si Komisioni Nismëtar i Partisë, unë kam qenë themeluesi i Partisë Demokratike dhe isha identitet politik në të kohë. Dhe ishim ca figura ne si komision që në atë periudhë prodhuam identitet. Dhe për këtë arsye po gradeci më zgjodhi mua deputet. Po, kjo pjesë të vendimit si zotri, ka shanse që të kthej prapë kjo histori tani apo jo? Cila histori? Ja më kjo që sapo tregove me këto don për zgjedhjen e prillit. Me që thej që Saliani ndoshta kësaj here, fluksi mund të jetë i tillë se nuk ka interes çajt Partia Demokratike prapë. Nuk bëhet. Sepse Partia Demokratike është një bunkeri, Sali Berishës, ku nuk guxon njeri të bëj një veprim. Tashmë. Tani këta e kanë minimizuar faktorin Saliani, duke thënë që është një lëvizje normale, demokratike. Do e nxjerrin jashtë Saliani. Kanë nxjerrë mo Saliani për i do, tani si e kanë nxjerrë? Në kryesi, Salianin e lidhën, foli, por në qovë sa i foli një, ishin një 13-15 të tjerë që i thanë, mbledhjet e Durrësit Gjirokastrit, mbledhjet e Gjirokastrit edhe Durrësit i bëri Partia Socialiste. Ti në Elbasan, zotri, ke vajtur dhe jetë akuar me atë qelen. Dhe në përmjet qelen jetë akuar... Po dhe kërë ktheu i tha që jetë taku ju me qelen e tjerë. Një minut tani. Ti me qelen bërë foltorën. Dakord. Ore, ta dhja mund të ashpjet e u Demokraci është kjo me që tani në finale, për te i ironisë. U thanë gjitha. No, nuk e di, ma është ka që bunker apo jo tashmë PD-ja? Po mi ta them unë. Po pra, po ta them unë. Saliani doli i ripës... Ne e dina i që është të pësështë. Nxirri edhe një Saliani qarta kur doli. Mu bëgjyqi, tha të Po, pra, tani këtë po them dhe unë. U fol 4 orë për mua, gjysore për... Po, pra, po, ka parastet. Dhe për jashtuan, ama. Salianin... Ore, te Selia pësës, kur kam ledhi, ka debat? A ka mundësi të mbyllun? Ka debat? A ka mundësi të mbyllun? A ka mundësi të mbyllun? Tani dhe njerë, Partia Socialiste është më bunker... Ne e trajtojmë si problem kur ka debat. Ka ndodhur ato lëmënërat. Ore, sot më pushteti vla, ka pasur debat me do kërishën pushtet vla? Po, pyetja po ka pas dande. Çu ka qenë? Nda pushtetin ministri. Pyetja po koment. 2007. Pyetja po koment. Qofse do pyetje po them, është më diktatoriale se sa Partia Demokratike. Është pushtet, është komoditet në vetë. Ti do të vish pushtet, zotni? Do të vish. Po me debat, pra. Po kësë është debat, po të po përjashtima. Po, zotni, kjo nuk është debat, më bën gjyqin, thanë kryesi. Doli, protagonisti. Po, protagonisti po fleto, por nuk o flasun. Protagonisti, që pretendoni, që ka sjell demokracinë, doli dhe tha më bën gjyqta. Tani, me gjitha të, në qofë se vi mendoni, në qofë se vi mendoni, mundja marrësh partin Berishës. A, pa këta më shkoja burë, tani, unë këta kam që shpalë po them, ti marrësh partin Berishës. Do më thëmë, kjo mendësin që thua ti marrësh partin, Saliani nuk do t'i marrë partin Berishës, zoti. Saliani, po është mendësimo juaj, ti marrësh partin Berishës, ju të gjithë ndërgjeshëm që nuk ka parti. I mori me vujtë dhe pa vujtë. Kjo do të thotë që është graviteti Sali Berishës, është realitet politik. Po ti mori pa vujtë në zedhe vendore, ti mori me vujtë në zedhe qëndrore. A do pse jo? Po mirë, do jo, po mirë do pse jo? Janë shifra, mo, po mirë më të them pse jo? Janë shifra. Po mirë më le të them pse jo, do zotni. Lere ta thotë pse jo. Që nuk e merë, sepse është graviteti Berisha aty. A ka mundësi të them pse jo? Faleminderit. Sepse kemi një votim ku ish me një izmë e Partisë Demokratike, ku ish edhe ti antar. Një izmë. Pra ato i morim. Ishte një izmë dhe doli 220.000 vota Partia Demokratike, 120.000 vota izma. E morë një vesh që populli opozitar s'ka rrugë tjetër përveç se të votoj atë që i ka zënë dhe thot, ky është, s'kemi njëri tjetër. Po ky që është,
është që e le gjithmonë opozitë. Po kjo pra është që këtë mendoj. Këtë po them unë pra. Kalojmë publicitet, rikthehemi pas 20 minuta të fundit. Publicitet.